Lajmi i fundit, tërmeti godet Elbasanin, lëkundjet prekin qytetin, ja sa ishte magnituda e tij. Një lëkundje sismike me magnitudën 3.5 së shkallës Richter ka goditur pas ditën e sotme zonën e Elbasanit, duke shkaktuar shqetësim dhe panik tek banorët. Sipas të dhënave paraprake, tërmeti është ndjerë në disa zona përreth qytetit, ndërsa qytetarë të shumt kanë raportuar se kanë dalë jashtë banesave të tyre pas lëkundjeve. Deri në këto momente nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar. Autoritetet devijojnë monitorimin e situatës, ndërsa ekspertët sismolog vlerësojnë aktivitetin e zonës pas goditjes. Lëkundjet me magnitudë të ulët dhe mesatare janë të zakonshme në vendin tonë, por shpesh shkaktojnë reagime të forta tek qytetarët për shkak të pasigurisë që krijojnë. Zakonisht tërmetet të tilla ndodhin pas ditëve të nxehta dhe me thatësira, kështu që nuk ka vend për panik. Tashmë dihen se disa qytete apo zona të ndryshme të Shqipërisë në ditët e nxehta të verës dhe her pas here gjatë vitit kanë pësuar lëkundje të lehta sismike.